Horoskopi datë 3 dhjetor 2025. Dashi, sot për ju hapet një dritë e re energjie, një vale fort motivimi që ju shtyn drejt veprimit dhe vendimeve të guximshme, që në orët e para të ditës do të ndjeni se trupi dhe mendja janë më të sinkronizuar se zakonisht, gjë që ju ndihmon të kapni qartë mundësitë që shfaqen. Sot është një ditë ideale për të lëvizur, për të marrë iniciativën dhe për të ndryshuar diçka që prej kohësh e keni pasur në plan. Në dashuri, nëse jeni në çift, partneri ju shfaq më shumë mirëkuptim dhe ju mbështet në një mënyrë që ju prek emocionalisht. Mund të keni një moment shumë të bukur qetësie, një bisedë të gjatë apo një plan të përbashkët që sjell afrim. Beqarët do të ndihen më të sigurt, më magnetik dhe më të hapur ndaj njohjeve të reja. Sot rrezatoni dhe i tërhiqni njerëzit pa shumë mundim. Në punë, kreativiteti dhe vendosmëria bashkohen perfekt. Demi, sot do të gjendeni përballë një dite që ju sjell stabilitet, ngrohtësi dhe qetësi shpirtërore. Pikërisht ajo që ju nevojitet. Që nga mëngjesi do të ndjeni një dëshirë të fortë për të qenë më pranë njerëzve tuaj, familjes ose personit që doni. Energjia e ditës ju nxit të shprehni ndjenjat me shumë butësi, por edhe me siguri. Në marrëdhënie, nëse jeni në çift, sot mund të afroheni më shumë emocionalisht, duke bërë plane apo duke ndarë një çast të veçantë që përforcon besimin dhe partneritetin. Nëse jeni beqar, dikush mund t'ju shfaqet në mënyrë të papritur, qoftë dikush i ri që përshtatet në qetësinë tuaj të brendshme apo një person nga e kaluara. Në punë është ditë e favorshme për të konsoliduar pozitat, për të forcuar bashkëpunimet dhe për të bërë lëvizje të mençura. Nuk është dita të nxitoheni. Sot do të keni dhe një aftësi të veçantë për të kuptuar situatat që të tjerët nuk arrin t'i lexojnë. Binjakët, sot do të ndiheni më të çliruar mendërisht, më të hapur dhe të frymëzuar. Në mendjen tuaj vjen një lehtësi e papritur, si të hiqni një barë që ju ka rënduar ditët e fundit. Është një ditë e përsosur për komunikim, për shkëmbime idesh dhe lidhje sociale që ju pasurojnë. Në dashuri, nëse jeni në çift, raporti merr një kthes më të butë. Keqkuptimet që mund t'ju kenë shqetësuar kohët e fundit, fillojnë të zbehen dhe vendin e tyre e zë dialogu pozitiv. Nëse jeni beqar, sot ka gjasa të njihni dikë interesant, ndoshta përmes një bisede spontane, një takim i shpejt apo një mesazh që ju vjen papritur. Në punë, kreativiteti shpërthen, idetë tuaja janë të freskëta dhe njerëzit e vlerësojnë më shumë se zakonisht. Mund të merrni një feedback pozitiv, një propozim bashkëpunimi ose një lajm të ri që ju jep më shumë energji. Sot jeni bindës, të qartë dhe dinamik. Gaforja. Sot do të ndiheni më të përqendruar dhe të stabilizuar emocionalisht. Pas disa ditëve me luhatje humori ose ngarkesa të brendshme, më në fund ju vjen një frym qetësie. Energjia e ditës është e butë, e ngrohtë dhe mbështetëse. Yjet në dashuri ju japin qetësi, partneri do t'ju kuptojë më shumë se zakonisht. Kjo ju sjell një ndjenjë sigurie që e keni kërkuar prej kohësh. Për beqarët, mund të shfaqet dikush që krijon nostalgji të ëmbla dhe ju zgjon një emocion të thellë. Në punë do t'jeni të përkushtuar dhe të aftë të përballoni detyrat me pjekuri të madhe. Është ditë e mirë për të strukturuar projekte, për të planifikuar, organizuar dhe për të vënë rregull aty ku ka patur konfuzion. Energjikisht jeni më të balancuar dhe kjo ju ndihmon të mos shpenzoni energji në situata të panevojshme. Sot do ndiheni të mbrojtur, më të sigurt dhe gati për të hapur një kapitull të ri të qetë dhe të qëndrueshëm. Luani, sot ju rikthehet shkëlqimi i brendshëm, do të ndiheni më të lirë, më social dhe më të gatshëm për të rihapur kontakte që ju kanë munguar. Si një shenjë zjarri, energjitë e ditës do t'ju bëjnë të ndiheni të fortë. Do ju japin dëshirën për të marrë vëmendje dhe për të treguar veten në atë formë që ju përfaqëson më mirë. Në dashuri sot jeni magnetik, partneri ju sheh me sy tjetër, më admirues, ndërsa beqarët rrezatojnë një karizëm që tërheq pa mundim. Mund të merrni komplimente, ftesa dhe vëmendje që ju sjellin një ndjenjë të bukur vetbesimi. Në punë, sot është dita ideale për të prezantuar ide, për të folur hapur dhe për të marrë drejtimin në një situate. Kreativiteti juaj është në kulm dhe mund të keni një zgjim të fortë frymëzimi. Energjikisht jeni në ngjitje.
Kjo ditë ju ngre moralin dhe ju nxjerr nga një periudhë e zbehur që mund të keni kaluar. Mund të bëni ndryshime të vogla që sillin rezultate të mëdha. Virgjëresha, sot do të përjetoni një ndjesi të thellë vetanalizimi dhe qartësie të brendshme. Në mendjen tuaj shfaqen zgjidhje që nuk i keni parë më parë dhe kjo ju çliron nga shqetësime që keni pasur kohët e fundit. Në dashuri mund të ndiheni më emocional, por edhe më të hapur ndaj bisedave të thella. Nëse jeni në çift, një dialog i qetë ju afron dhe forcon besimin me njëri tjetrin. Nëse jeni beqar, mund të reflektoni që të kuptoni qartë çfarë kërkoni vërtet tek një person. Në punë keni fokus të madh, një aftësi të jashtëzakonshme për të marrë me detaje dhe për të analizuar situatat në mënyrë të saktë. Mund të zbardhni një problem, të gjeni një informacion të rëndësishëm ose të përfundoni një detyrë me sukses. Energjia juaj është e qëndrueshme, por duhet të shmangni mbi ngarkimin mendor. Yjet do t'ju japin momente qartësie dhe ndriçimi. Peshorja. Sot do të ndjeni në harmoni të plot me veten dhe mjedisin përreth. Është një ditë që sjell ekuilibër emocional dhe qartësi mendore. Në dashuri, nëse jeni në çift, mund të keni një moment të bukur, një urtësi të përbashkët që t'ju sjell qetësi të thellë shpirtërore. Por nëse jeni beqar, mund të keni energjinë perfekte për të bërë njohje të reja, pasi rrezatoni finesë, elegancë dhe ëmbëlsi. Në punë, dita është shumë pozitive për peshoren. Mund të gjeni mbështetje nga njerëzit e duhur, të ndjeni bashkëpunimin dhe të merrni një lajm të mirë që lidhet me një projekt apo punë që keni pasur përsipër. Jeni shumë të qartë në komunikim, edhe energjikisht jeni më lart se ditët e fundit, dhe kjo ju ndihmon ta shihni jetën me më shumë optimizëm. Sot çdo gjë rregullohet me lehtësi. Akrepi. Sot vjen me një energji të thellë transformuese. Mund të kesh mendime të forta, reflektime të thella dhe zgjidhje të papritura. Në dashuri, gjithçka do të bëhet më e qartë. Nëse jeni në çift, mund të flisni hapur për një temë të rëndësishme që e keni shmangur prej kohësh. Kjo do të sjellë pastërti emocionale. Beqarët do të kenë një tërheqje të natyrshme dhe do të sjellin rreth vetes shikime. Në punë jeni të fokusuar dhe të pandalshëm. Do të mbyllni një çështje që ju ka lodhur dhe do të merrni një vendim të guximshëm. Kështu do të mund ta tregoni veten në një situatë profesionale. Energjia juaj është e fortë, por duhet kanalizuar me qetësi dhe durim. Sot hapet një derë e re, mjafton të besoni te transformimi juaj i brendshëm dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Shigjetari. Dita për ju sot sill një frym të bukur optimizmi, rinisje dhe gëzimi. Në shpirtin tuaj zhyhet dëshira për liri, aventura dhe shpërthim pozitiv. Në dashuri jeni shumë të ngrohtë, të hapur dhe real. Nëse jeni në çift, dita ju sjell një atmosferë të lehtë dhe të gëzueshme që ju sjell më afër me partnerin tuaj. Nëse jeni beqar, dikush do të shfaqet në mënyrë të papritur dhe do të ndryshojë ritmin tuaj emocional. Në punë, nuk mungojnë idetë që ju vijnë shpejt, por shikoni edhe mundësi që të tjerët nuk i vënë re, pasi ju e keni këtë aftësi për të bërë plane të reja dhe për të parë detaje që ju shpëtojnë njerëzve rreth jush. Energjikisht jeni në një nivel shumë të lartë. Çdo gjë do t'ju duket më e thjeshtë dhe më optimiste. Dita sot ju shkon për mrekulli dhe yjet i keni në favorin tuaj. Briciapi. Sot do të përjetoni një ndjenjë të fortë përgjegjësie, por dhe një vlerësim më të lartë për veten. Jeni të vetëdijshëm për rolin tuaj, rëndësinë dhe ndikimin që keni rreth jush. Në dashuri, lidhjet bëhen më serioze. Nëse jeni në çift, partneri do t'ju ndjejë më të afërt dhe më të pranishëm. Nëse jeni beqar, do të rrihiqeni nga dikush me mendësi të pjekur. Në punë, dita sjell produktivitet të lartë, mbyllje projektesh dhe planesh dhe vendime të mençura e hapa që ju afrojnë drejt qëllimeve afatgjata. Energjikisht jeni pak të lodhur, por ama akoma të qëndrueshëm. Sot do të kuptoni se çdo përpjekje e juaja
ka vlerë dhe po ecni drejt një periudhe shumë më të mirë në fundin e muajit. Ujori. Sot është një ditë çlirimi, hapje dhe idesh të mëdha. Mendja juaj punon më shpejt se zakonisht, qartë dhe me shumë kreativitet. Në dashuri ndiheni më të lirë dhe mund të shprehni ndjenjat, pasi partneri do ta vlerësoj këtë sinqeritet nga ju. Beqarët mund të kenë një surprizë të këndshme, një takim të papritur me dikë që i pëlqen të bie në sy. Në punë, sot është një ditë shumë e mirë për zgjidhje praktike, projekte inovative dhe plane që kërkojnë zgjuarsi. Mund të merrni një përgjigje që e keni pritur prej kohësh, ose një informacion të rëndësishëm që ju ndihmon të ecni përpara. Energjikisht, dita është pozitive dhe ju jep ndjesinë se po e rikuperoni terrenin. Logjika dhe intuita bashkohen në mënyrë të përsosur tek ju sot dhe yjet janë në anën tuaj. Peshqit. Sot për ju, dita sjell një valë të fortë kreativiteti dhe ndjeshmërie. Jeni më të lidhur me botën tuaj emocionale dhe intuitën, gjë që ju ka ndihmuar të lexoni mirë situatat dhe njerëzit. Në dashuri jeni më romantik, më të ëmbël dhe më të disponueshëm se sa keni qenë deri sot. Nëse jeni në çift, raporti do të bëhet më i ngrohtë, por nëse jeni beqar, një person mund t'ju ndikojë thellë emocionalisht. Duhet të bëni kujdes nga takimet e reja dhe t'i merrni gjërat ngadalë. Në punë, dita sjell një frymëzim të bukur. Do të keni një qasje ndryshe ndaj detyrave ose do të kuptoni një talent tuaj që ju del në pah sot. Energjikisht keni një lloj butësie, por që ju jep forcë të madhe shpirtërore. Të tjerët rreth jush e shohin këtë forcë. Do të zbuloni se ndjenjat tuaja janë udhërrëfyese shumë të besueshme.